Pylli i sodës është kthyer tashmë në të rrezikshëm për të qarkulluar aty me automjet. Kjo gjë për shkak të pemëve të llojit pish të dëmtuara ndër vite, të cilat rrëzohen për tokë nga momenti në moment. Një tjetër rast i tillë ka ndodhur mëngjesin e kësaj të shtune, ku një pish ka rënë në segmentin rrugor që lidh Vlorën me Nartën dhe më pas të çon drejt Zvërnecit. Fatmirësisht, pema e llojit pish ka rënë në rrugë në momentet ku nuk ka patur aty qarkullim të automjeteve, pasi mund të rrezikonte edhe të binte sipër tyre, duke shkaktuar dëme të shumta materiale edhe te këto të fundit. Po flasim këtu për një segment rrugor i cili në çdo muaj të vitit ka qarkullim të dendur të automjeteve që kalojnë aty. Pemët e llojit pish, të cilat rrëzohen nga momenti në moment, përbëjnë një rrezik të shtuar për drejtuesit e automjeteve, pasi mund të rrëzohen sipër makinave, duke i rrezikuar këtyre të fundit edhe jetën. Edhe përgjatë kësaj të shtune, është dashur ndërhyrja e punojësve të Bashkisë së Vlorës për të bërë të mundur pastrimin e segmentit rrugor. Punonjës të ndërmarrjes së shërbimeve publike kanë bërë të mundur prerjen e drurit të pemës, i cili kishte rënë për tokë. Ata kanë ndërhyrë në kohë, duke bërë të mundur që brenda pak minutave qarkullimi rrugor në këtë segment të lirojë dhe t'i rikthejë normalitetit. Vlen të theksohet se në mushkrinë e qytetit të Vlorës, ndër vite kanë munguar projektet për pastrimin e pyllit nga drurët e dëmtuar, apo nga ata që rrezikojnë të rrëzohen. Ka nisur pak ditë më parë aty edhe një projekt për pastrimin e drurëve të rrëzuar, por edhe ky projekt përgjatë muajve ka vijuar me 1001 probleme. Projekti i cili ka patur më tepër ndërprerje se sa periudha që është punuar në të, një projekt i cili më tepër e ka dëmtuar pyllin e sodës se sa i ka shërbyer pasurisë së qytetit të Vlorës. Mungesa e projekteve, investimeve për pastrimin e pyllit ka bërë që me 10 pemë të llojit pish të bien aty çdo muaj, duke u kthyer në rrezik për automjetet, por edhe për kalimtarët, si dhe ata që qarkullojnë aty me biçikletë, veçanërisht në ditët me kohë të keqe dhe erë të fortë, kur pylli kthehet në të rrezikshëm për të qarkulluar përgjatë segmentit rrugor, apo edhe në brendësitë të tij, ku me 10 raste janë konstatuar veçanërisht në këto ditë me motë të përkeqësuar të pemëve, të cilat rrëzohen thuajse çdo minutë përgjatë segmentit rrugor apo edhe në brendësitë të pyllit.